Oh, Larry boy, we need you now to show the way to save the day, to save the town. Now from the cave, the tires squeal, and to the rescue comes a cucumber of steel. Oh, Larry boy, we need you here. So won't you come and lend a super suction in here? Oh, Larry boy, the dynamite, fighting what is wrong, standing up for what is right. Cause what the world needs now is a hero, one who's kind and true and brave and bold. If you haven't guessed yet, then it's time you know. Cause what the world needs now is a hero, one who's kind and true and brave and bold. If you haven't guessed yet, then it's time you know. Yeah, he is a hero. Non jam heroi! Karnavalet kanë ardhur në qytetin e Bublinburgut dhe të gjithë janë të gëzuar. Në fakt, të gjithë përveç njërit. Ndim, jemi shumë lart! Oh, më merren mend s'marr do të frym. Oksigjen s'ka oksigjen, s'ka oksigjen. Mjeshtër Larry, ne ende s'kemi filluar të rrodullohemi. Këtë unë e dia. Ndim! Në fakt, Leri dhe Archibaldi ishin shumë të kënaqur deri në ato çaste. Papritur, shqetësimi hyn në jetën e tyre. Aha, më duket se dikujt i duhet një hero. Oh, sa i natë, s'kam për të bërë kur një xhiro me karuzel. Makina e pambuk sheqerit po luan mallsh. O, sa të meri me gëzofin Kyros. Më duket se këto karnavale pas kanë nevojë për një hero. Ai hero jam unë! Djali im Leri, falë Zotit t'i arrite këtu. Mos u shqetëso, polici Olaf. Janë drejgjon qefin kësaj makinerie të çmendur ëmbëlsirash. Kështu vazhdo djali im Leri. Edhe një herë tjetër ti na shpëtove qytetin. Threura për djalin Leri! Unë mendoj se makina e pambuk sheqerit është gati në të shpërthyer. Jo tani, ata do të prorasin. Ura, ura, ura! Ura, ura, ura! Ura, ura, ura! Ura, ura, ura! Por kjo do një jetë për t'u pastruar. Përshëndetje! Herbert dhe Wally! Pambuk sheqeri? A mund të ham të gjithë? Dhe është falas! E po kaqë, por përse mendoni se makina u tërbua në atë mënyrë, a? Më duket se unë e gjeta psen. Super sukroz, katalizatori zmadhues. Magji e vërtet! Ky është një sabotim kimik djema. Këtë gjë mund ta bëj vetëm një person. Kloni Kevin? Jo, alkimisti. Ke të drejt, alkimisti. Ti nuk do t'ja hedhësh me kaq. Ej, djali Leri, të shiron të nohasësh lulen time. Wow, më pëlqen të marrë erë luleve. Është një kurth, mbaj e frymën djali im Leri. Ti nuk mund të barazohesh me mua, djali të lasheve. Kapje e bukur, polic Olaf. Në fakt, ishte e lehtë. Ej, djali të lasheve, ti me siguri që je një superhero koti. Çfarë do të thuash? Unë të kap aty. Ti më kape? Unë do të kapesha kur, po të mos ishte për polic Olafin. Wow, ndoshta, por unë i shpëtova të gjithë nga makina e pambuk sheqerit. Na shkrive se qeshuri. Ishin Herbert dhe Wally ata që pastruan qytetin. Ata po që janë heroj të vërtet. Jo, unë jam hero këtu. Atëherë nëse ti menon se je një superhero, je më i keq i atij lloji. Ti nuk e asnjë cilësi të mbinatyrshme.
Çfarë është kjo gjë e tmerrshme? A mund të jetë bashkëpunëtori i krimeve të alkimistit? Plani ynë djallëzor, po funksionon. Lënda kimike ngjyrë portokalli është derdhur në kostumin e tij. Së shpejti djali Leri, pa e kuptuar fare, do ta ndihmoj të bëhemi zotër të Bumbliburgut. Pikërisht atë natë, djali Leri ndoqi mësimin e përjapshëm në klasën e superherojve. Si superherojnë që jeni, shumica nga ju duhet të ndihen më tepër super. Shtrëdhse! A ke pasur nevojë për ndihmë për të luftuar krimin? Sigurisht që jo. Unë përdor superfuqitë mia për të krijuar erëra dhe stuhi të forta. E qartë. Kush është Geli? Por shpesh herë superherojt nuk ndihen super. Çfarë ndodh atëherë? E gjeta! Gale është identiteti yt sekret. Unë po përpiqem të dëgjoj. Mënyra për të ndjerë përsëri super është që ju t'i bëni të tjerë të ndihen mirë dhe jo t'i bëni të ndihen të vegjël. Dhe bas se ti nuk e gjen dot identitetin tim sekret. Çepe gojen. Le t'i referohemi librit të superherojve. Paragrafi 40, kapitulli 23, rrjeshti 12. Gjithë se cili që e lavdëron veten, do të përulet, dhe kush e përull veten, do të lavdërohet. Ju nuk duhet të përullni të tjerët për të ndjerë vetë më mirë. A më kuptuat superheroj? Mr. Choi. Unë e di, Gale është emri i ndihmësit tënd të krimit. Jo. Emri i koduar në email. Jo. Është kafshëza jote. Gale sigurisht që është emri i bukur. Në rregull pra. Ndoshta më duhet pak ndihmë për të kapur alkimistin. Unë vazhdoj të jem më super se kushdo tjetër këtu. Ura, jam i lirë, jam i lirë! Ndim! Polici Olaf, ti mendon se unë jam super. Jo, djali im Leri! Alkimisti u aratis me ndihmën e bashkëpunëtorëve të tij! Dhe bas se Archie mendon ende se unë jam super. Djali Leri! Djali Leri! Oh, djali Leri, ndim! Ej, dikush pas ka nevojë për super ndim. Mos ki frikë, qytetari nderuar. Super djali Leri është këtu për t'ju ndihmuar. Çfarë super gjëje mund t'ju ofroj ju, qytetar? Për fatë mirë, je këtu. Alkimisti jam bathi. U arratis, ti duhet të jesh me një herë polic Olafin. Polic Olafin? Unë jam superheroj. Ashtu? Po unë dëgjova sigurisht e oficer Olafi ai që e kapi alkimin polic Olafin. Polic Olafin? Unë jam superheroj. Ashtu? Po unë dëgjova sigurisht e oficer Olafi ai që e kapi alkimistin. Polic Olafi s'është kush e di se çfarë. Pa mua ai nuk kap dot asnjë. Madje as edhe një kukull prej lecke. Me këm të thye. Polic Olafi s'është kush e di se çfarë. Jam i vogël si gogël. Punë e paqme, Kobi. Mami, të kam thënë që mos të më therrasësh kështu. Sigurisht, zemër. Së shpejti Bumbliburgu do të jetë i gjithë i yni. Dhe e gjitha kjo, fal djalit Leri. Pashiko, më duket se polici Olaf pas ka një problem të vockël. Ej, mos bëj shaka me mua. Më fal. Ditën tjetër, Leri, ruajtësi i rendit shembullor, po mendonte nëse ishte me të vërtetë super. Vicky, Junior, kam nevojë që ju të shkoni me një herë në parkun e Bumbliburgut. Aty kanë ngritur një statuj për superherojnë e ri. Statuj superheroj? Kuptova, Bob. Po nisemi. Larry, ja ulur mbi... Statuj superheroj?
Po mendoj se si mund t'jetë statuja ime. Dikush mendoka që unë jam me të vërtet super. Në nderim të heronjve që na shpëtuan nga alkimisti, Herbert, Wally dhe djali të lasheve? Kush madhuroi këtë statuj? Unë djalë. Gëzohem shumë që këta djemë në fund u bën heronj. Po, pse ata janë më të mëdhenj se unë? E po, në fakt, ata janë heronj të vërtet. Herbert dhe Wally? Po, ata janë vetëm 2 llafazan. Po t'i krahasosh me mua, ata janë të 2 budallënj. Janë vetëm 2 budallënj. Ej, petulla ime po rritet. Sami! Wally! Parajsa është kjo? Jo, është gelatim, plako. Ej, polici Olaf, shiko! Kam sjellë ca shok të ri për ty. Na jetë petulla tona. Kushdo që ti jetë plani yt alkimisti keq, djali im Leri do të ndaloj ty. Përkundrazi. Djali Leri po na ndihmon. Oh, ma! Që ke ti? Patjetër, Kobi. Tani pse të mos I tregojmë policit planin ton që do të përdorim për të bërë zotër të Bumbliburgut? Filloi filmi. Altini kukushka? Qetësi! Së pari, ne e prishëm makinerinë e ëmbëlsirave për të tërhequr djalin Leri tek sheshi. Ua! Pastaj, e spërkatëm djalin Leri me një lëndë kimike që e kam bërë unë. Ajo kishte një efekt mjaft interesant. Tani, sa herë që djali Leri shan ndonjërin nga ju, për të darë si gjithmonë veti pari, një pjesë e elementeve kimike aktivizohen dhe zvogëlojnë viktimën. Ma! Do e tregoj unë një historinë. Mire ke, Kobi. Tregoje ti më mirë. Ma! Sigurisht I dashur, je alkimisti. Më pas, Mami Pearl e mashtroi djalin Leri duke e bërë atë të ndjej pa vlerë. Dhe pas kësaj, djali Leri I shau të gjithë miqtë e tij dhe lavdëroi vetëm vetveten. doja që ta thoja unë atë pjesë. E po, vazhdo, Kobi. Lere fare tani. Vetëm trego pjesën tjetër. Ma, si dreqin doli kjo? Oh, birim ke qenë kaq lezetshëm kur ishe I vogël. Gjithsesi, së shpejti I gjithë qyteti do të zvogëlohet dhe unë, alkimisti, do të jem zoti I Bumbliburgut. Dhe tani, duhet të lëm djalin Leri të bëj atë që ai ka nisur. Ju lutem, më ndihmoni. Ndim! Oh, ju lutem, më ndihmoni, ju lutem. Ç'keni, qytetare e nderuar? Asgjë, vetëm se mendova që dikush super do të më vinte për ndihmë. E po, ti je me fat. Unë jam djali më super në gjithë Bumbliburgun. A? Ti na qenke? Po, unë. Mos u tall. Në Bumbliburg mund të ketë shumë njerëz më super se sa ti. Si kush? Është për shembull shefi I policisë. Shefi Croswell? Pa ai nuk është fare super. Ai vetëm tryezën e punës e ka super. Ai nuk është fare super. Në rregull atëherë, si thua për Junior Asparagusin? I parëndësishëm. I parëndësishëm. Po Viki. Askushi. Askushi. Po Bob Domatja? Ti do të thuash ajo gjëja e rumbullakët, topolake dhe e nevrikosur redaktori gazetës, po ai atë zyrën e tij nuk e fshin dot pa mua. Askush në Bumbliburg nuk është më super se unë, dhe po ta mendosh mirë pa mua, I tërë Bumbliburgu është I pavlerë.
I tërë Bumblimburgu është i pavlerë. Pikërisht këtë doja të dëgjoja edhe unë. Atëherë, po tani mendon se unë jam super. Ja, paqem. Askush s'mendon se jam super. Ndoshta është më mirë të shkoj në shtëpi e të bëj një banjë të ngrohtë. Archie, ku e kemi atë vaskën që lëshon fllucka? Archie, ku je ti? Jam këtu, në karrige, afër kompjuterit tënd. Jo, këtu poshtë. Zot, Archie, ç'po bën aty ti? Një rej ngjyrë portokalli më rrethoi dhe më zvogloi. Oh, më vjen keq. Por jo vetëm mua, duke përdorur re spektroskopike, unë më të shoh të gjitha rreth portokalli që shfaqen në tërë Bumblimburgun. Ato ndodhen në të gjithë qytetin tashmë. Strofkulla e alkimistit. E kuptova. Ti nuk do t'ja hedhësh lehtë, alkimist! E vërtet, dhe Leri djali do të ndaloj ty. Djali Leri kur nuk më gjendot mua. Alkimist, më në fund të gjeta. Dreqin, mami! Djali Leri, ne kishim përgatitur një surprizë për ty, në rast se ti do të vije. Ashtu, doja të thoja patjetër. Makina egos personale. Makina egos personale. Makina e egos personale? Ç'është makina e egos personale? Ajo thiste gjitha rrethet tua të mbushura me ego dhe I kthen ato në një version super të vetes tënde. Oh, ultra ego. Kape! Djali Leri! Mos u shqetësoni qytetar, unë jam super! Ndal! Se ban dot këtë! Ti je vetëm një kopje imja! Je kopja ime! Sa herë që ti lavdëron veten dhe nëndecon të tjerët, aq herë ultra egoja jonë do të rritet dhe do të forcohet. Sa herë që do të lëvdoj veten e do të nënvlerësoj të tjerët, unë gjithmonë këtë kam dëgjuar. Mënyra për të ndjerë përsëri super është që ju t'i bëni të tjerë të ndihen mirë dhe jo të vegjël. Po, tani më kujtohet. Gjithë secili që e lodh veten do të lavdërohet dhe kush e lavdëron veten do të lodhet patjetër. Bob Choi kishte të drejtë. Unë jam shumë I lodhur. Jo, është kush e lavdëron veten patjetër që do të përulet. Për të ndrequr dëmin, ti duhet të përulesh. Në rregull. Ultra ego, mos e lera të ik. Në fakt ai nuk më mundot. Në fakt jo. Unë s'të mundot. Çfarë? Të paktën jo I vetëm. Kam nevojë për djem si Archie ose polici Olaf. S'di se ç'do të bëja pa ta. Pastaj është Bobi. Ai gjithmonë më ka dhënë këshillat e dura. Po Juniori, ai mund të jetë I vogël, por djem ai është I zgjuar. Po Wally dhe Herbert, ata të shkrin gazit, pastaj dhe Vicky. Ajo është shumë e shkatët. Në fakt, të gjithë në Bumblimburg janë të mrekullueshëm. Jam me fakt që I kam miq.
Ti mund të kesh prishur planin tim, djali Leri, por ti nuk mund na kapësh kurrë mua dhe mamin tim. S'kam pse e bëj atë. Hej, ju djema jeni futur në telashe shumë të mëdha. Largoni që të gjithë që këtu, për ndryshe domatja do të shtrydhet. Bëni kujdes të gjithë, ajo lule është me rrezik. Hej, ata kam thënë ndonjëherë se sa shumë e respektoj profesionin e alkimistit. Çfarë do të bëjmë ne tani? Unë mund të përdorja veshët e mi, por mund të godisja Bobin. Mos keni frikë djema! Ne kemi një zgjidhje. Më në fund misioni ynë tani është gati. Dhe Gjakobi, ti gjithmonë ke qenë një budalla. Jo, mami, mos! Një budalla! Mjaft më thire, Kobi! Fuq! Prap! 3 gjuajtje dhe asnjë e saktë more ngordhalaq. Hej! Më zgjidh me njëherë! Faleminderit djalim Leri. Hajde, luani këmbët ju të dy. Ti nuk të t'ja edhësh me kajsh, djali Leri. Ne do të kapi ty. Masu mërzit, Bumblimburgu do t'jetë gati për ty, Kobi. Ç'kemi Leri? Edhe një herë ti shpëtove Bumblimburgun. Faleminderit, por ja dola mban fal një super ndime. Oho, ju jeni më të mirët Shamarok. Ej! Po bëja shaka. Si e marrë që është rrotull pas ka shumë qetësi, sidomos këtë ditë që është kaq e veçantë, dita e ditëlindjes sime. Jam I sigurt se njerëzit e Bumblimburgut nuk do ta harrojnë ditëlindjen time, ose mbase po. Të ngjatjeta zoti Mahoni? Një tjeta, djali Leri. Mendon se duhet të ndodhë ndonjë gjë e veçantë sot? Në fakt, jo, por... Në fakt doja të postoja disa letra, por zgjeta njeri që mund ta lija në dyqan, më kupton? Dori unë në dyqanin tuaj, zoti Mahoni. Vërtet? Ti me siguri që je një mik I të gjithë qytetarëve të këtij qyteti. Dhe Leri të lutem, bëu djalin mbar dhe ndihmo çdo njeri që vjen në dyqan. Mirë djalosh? Një tjeta zoti Van der Hosen Hengermajer, ç'thot tregtia e qirinjve? Ku jemi në djali Leri? Mos valle ke parë që zotin Mahoni? Në fakt ai nuk është më, por ai më la mua këtu. Është e tmerrshme. Dëgjoj, ai gjithmonë na ndihmon të martave. Tani mua më duhet të bëj pak pazar dhe s'kam asnjë njeri që mund të kujdeset për dyqanin tim. Në fakt, duket sikur këtu nuk ka klientë edhe unë këtu Kjo po bëj... do t'ishte e mrekullueshme. Po, dhe mund ta ruaja unë dyqanin tuaj. Faleminderit djali Leri, ti je mik I të gjithë qytetarëve të Bumblimburgut. Mund t'ju ndihmoj? Përshëndetje, unë doja të blija një ëmbëlsirë të lutem. Mund të më falni një minutë, ju lutem? Kthehem shpejt. Mund t'ju ndihmoj, zonjë? Në fakt emri është Wagenhosen Hegelmeier, por unë jam djali Leri, zonjë. Ti je Leri Van der Hosenmeier? Jo, Lander Merhison, Vender Leri Hosenmeier. Mjafton me kaq. Doja të shikoja një qiri. Cilin, zonjë? Do të doja të atje. Na rregull.
mbush mendjen. A mund të më falësh 1 minutë? Më fal, po unë desha vetëm një ëmbëlsirë. Po. Ja ku e ke. Po çfarë kemi djali Leri? Mos të kanë lëndëruar dyqanin? Unë doja të bëja një porosi shumë të veçantë për 2 dyzina qirinj. Mos u shqetëso, e zgjedh unë këtë gjë. Mirëmbrëma, zonja Kërpudhë. Sa ëmbël pa më flet, por e djalosh. Ëmbëlsirë! Ç'kemi? Mund ju ndihmoj? Erdha këtu për disa ëmbëlsira me gjalp kikiriku. Këtu i bëjnë aq shumë të mira. Në rregull. Se për pak harova. Në fakt doja të blija edhe ndonjë tortë. Tort, dakord. Qirinj! Zoti Leri van der Meyerhausen. Më falni, torta duhet të ishte një tortë ditëlindjeje dhe duhet që në mbishkrim të shkruaj shumë urime për nuk e... Tani për tani nuk më kujtohet, por do të kthehem përsëri. Tani më kujtua, torta duhet të lexonte gëzuar ditëlindjen djali Leri. Me qëra fjala, unë duhet të largohem për të blerë diçka për ditëlindjen tënde. A mund ta shikosh edhe dyqanin tim për disa minuta, të lutem? Dyqanin thash, a mund ta shikosh?